Në këtë gjuma do të filloj me këshillën e parë, e cila është: në vend që të fajsosh Zotin për vonesën e përgjigjes së lutjeve të tua, duhet ta falenderojmë Zotin Dhul Xhelal që nuk po na ndëshkon për mëkatet, për gjunahet e tona me njëherë. Mirë po prit Zoti Dhul Xhelal për të bërë istikfar, për të bërë pendim, për të përmirësu dhe për të arimarë vetën dhe për t'ju kthyer në hajrit. Andaj është mirësia madhe që Zoti nuk po na ndëshkon më njëherë për gjunahet, mëkatet dhe të metat e tona. E shpesh nga njëherë po bëhemi ndoshta edhe pesimist, që po themi që sa jam duke ju lutë Zotit e ende nuk mu ka përgjigj në lutjen time. Zoti Dhul Xhelal dëshiron me pa seriozitet tek ne, dëshiron me pa këmbgulsi tek ne, dëshiron me pa a jene lutje të mirë që Zoti mu të përgjigj, dhe të njëjtën ku shpesh atë shka i dëshirojmë ne për veti, për momentin nuk i kemi të qarta, se nuk janë në të mirën tonë. Për këtë arsye Zoti Dhul Xhelal një pjesës e disa duave nuk na u përgjigjet. Pak më vonë do ta shohim se sikur që të na u përgjigj ke Zoti në atë dua, do të ishte në domin tonë. Të dashurit e mi, këshilla e dytë, kush e lexon historinë, kur nuk hyn në pesimizëm, apo kur nuk hyn pesimizëm në zemrën e tina, kush e lexon historinë dhe të kaluarën. Sepse do ta shoh dynjan ditë, të cilat Allahu i qarkullon mes njerëzve. Dynjaja është ditë që Zoti Dhul Xhelal i qarkullon këtë ditë në mesin e njerëzve. E dyta, të pasurit bëhen të varfër, dhe të varfërit bëhen të pasur. Të varfërit e dikur i kemi të pasurit sot. Një pjesë të pasurve në të kaluarën, sot i kemi të varfër. Populli thot, çdo përpjese e ka dhe të pojzën, çdo ngritje e ka dhe uljen. Mos të mendon dikush se unë jam i pasur dhe unë gjithmonë do të rri në këtë nivel. Jo, një ditë do të bish, po ne të këshillojmë që ti marrësh të gjitha sebepet legjitime, por mos me ra shpejt. Mirë, po edhe mos të mendon dikush se unë i varfër dhe kur nuk mundem me ngrit. O, sa i varfri është bërë nga njerëzit udhëhec, nga miliarderat e kësaj dynjaje. E treta, të doptit e djeshëm janë të fortit e sodit. Kush ka qenë i dopt, dje, sot është i fort. Edhe këto superfuqit që i kemi sot, një ditë kanë qenë të dopt, po dhe që të shtetet që i kemi sot të dopta, po një ditë kanë me u forcu, një ditë kanë me u ringrit, një ditë kanë me u bën këta udhëheqës, një ditë këta kanë me u konën faktor. Për këtë, të doptit e djeshmit janë të fortit e sotëm, dhe udhëheqësit e djeshëm janë të pastrehët e sodit. Të pastrehët e sodit. Besoni që edhe në vendin tonë,
kemi pas do figura, e nuk du me përmen me emën, kanë qenën liderët e vendit tonë. Për Zotin e lom, para se me ndru jetë, kanë qenë nga njerëzit ma të lanën sa që edhe të pastre, edhe të pangron, edhe të paveshur. Që shoqëria nuk ka pas kur far interesimi për ta. Mos me ndonë që unë sot jam i rrethu me bodyguard, e jam nishi i dynjas, do të shkoj kështu deri në vdekje. Allah i merri se bejpët legjitime, për mirësoho, kujdes, lidhu me Zotin Dhul Gjelal, ati që ufshmi falë, se një det keme u kanë njeriu i pastre. Për këtë kur mos e len dhe mos e harra lidhjen me Zotin Gjellëshanuhu e Gjellë Gjelaluhu. E katërta pa e pesta e radhës, një dit, gjykatësit janë të akuzuar dhe triumfusit të mundur. Një dit ata që e kanë do drejtësien, kanë me u akuzu. Mirë po, edhe ata që gjithmonë kanë qenë fitimtar, një dit dikush ka me i mund ata. Kur më si unë shpresat? Po si unë e muj me arrit këtu, kur s'moj, unë e vi pe kësoj familjes, pe kësoj shtrese, masu gut, bëja hizmetin, shpresa në Zotin Dhul Gjelal, bëje punën, vallai keme javkalu të gjithve. Një dit ata kanë me u bo nëzonsat e to, një dit ata kanë me u bo punëtorët e to, një dit ata kanë me u konën karrig ullur para teje. Kështu në mësën Zoti Dhul Gjelal. Universi rrotullohet dhe jeta nuk ndalët. Universi nuk rrime një ven, po edhe jeta nuk ndalët. Sikur që ngjarjet nuk ndalen të së ecurit. Ka ngjarje mbi ngjarje, ndodhi mbi ndodhi, apo ngjarje pas ngjarje, ndodhi pas ndodhi. Sikur që njerëzit këmbejnë karrigat për post. Njerëzit i këmbejnë karrigat për post. As mërzia nuk është e përhershme. Dhe as lumturia nuk vazhdon për gjithmonë. Mërzia nuk është e përhershme. Ata që sot i kemi në stres, në ankth, duke mendu se qka i ka kaplu ata, nuk e ka kaplu as kanë rruzullin të kësor, bëndorim, epja menagjimin e mbarë dhe të mirë, se mërzia nuk është e përhershme, sikur që edhe lumturia nuk vazhdon për gjithmonë. Edhe lumturia i ka afatet e veta, vetëm një lumturi është e përhershme, aja që të lidh me Zotin dhe që të bën ty, imani, me u pajtu me caktimin e Zotit Dhul Gjelal. Aja lumturit shoqëran deri në varr, bile edhe aty ka më të shpërbly pastaj i madhi Zot Gjellëshanuhu e Gjellë Gjelaluhu. Për këtë dashurit e mi, dashta në fillim, me ndo këtë thesar, kaq madhor, për jetën tonë, për dynjan tonë, për të ardhmën tonë, për me qetësu shpirtin tonë, mendjen tonë, që shpesh po trazohet, që shpesh po din mu elektrizu jo mirë, që shpesh po ja kem lakmi vetëm të tjerve, e nuk po i kthejmë kamerat kur me i shiqu mundësit e tona, aftësit e tona, potencialet e tona, fuqit e tona cilat i kemi, po i harrojmë shpesh, e po lakmojmë vetëm të atë të tjerve. Mos me ndo se dikan që je duke e pa të qesh, e është një mendi lumtur. Ai që atë të pa ty e ta shtot, që këko ka të knaqen. Për këtë arsye, besimtari dhe besimtarja
janë shumë mendje hapur, sikur që të njëjtën kohë janë shumë të përgatitur dhe të formuar. Të dashurit e mi, këshilla e tretë për këtë xhumë është diçka që nuk jemi t'ja dhon hakun. Diçka që ndoshta nuk e kemi kuptu në thelb, në esencë, drejt qartë. Cilën? Falenderimi. Falenderimi nuk është fjalë goje. Falenderimi është punë, është veprim. Kush bën punë, ai është duke falenderu. Falenderimi nuk është fjalë goje. Falenderimi nuk është fjala elhamdulillah. Por falenderim për dhurimin është që të mos bësh gjëna ndaj atij që të ka dhuru, e kështu ta bësh begatin e ti mjet për t'i bërë keq vetës dhe të tjerve. Falenderimi është punë dhe nuk është fjalë. Nëse doni ta falenderoni Zotin o musliman, Zoti falenderohet me punë, jo veç me fjalë goje. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. O çu puna. Çu puna. Alhamdulillah, alhamdulillah, do mi këput të spet. Ka dalë burë mos jep ka shumë zërë. Falenderimi ndaj Zotit është punë. Ngreto puna. Bëhu furnizus për tjerët. Bëhu pikë reference për tjerët. Po, hoxhun jam të falenderu Zotin. Falenderimi ndaj Zotit është nga ajo që ta ka dhonë Zoti. Ta ka dhonë shëndetin, ngreto puna. Ta ka dhonë dijen, shpërndaje dijen. Ta ka dhonë fuqin, ngreto. Të ka dhonë aftësi, përdëri, shtinin pun, me njëherë aktivizohu, je duke e falenderu Zotin Dhul Gjelal. Zotin ma ka dhonë shëndetin, elhamdulillah, 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 tu marë social, ty ben kofsh të falenderu Zotin, gjykësi 1 metër me 1 metër. Qumë mëre puna, madame jeshë ndoshe mirë, po jam të falenderu Zotin, jam të nejtë në gjami. Gjamia nuk është me nejtë, gjamia nuk është me fjetë, gjamia është me kry adhurimin, me kry namazin, edhe del piktuit. Del, ku? Në mejdan falenderohet Zotit Dhul Gjelal. Neve kemi keq kuptu, falenderimin ndaj Zotit e kemi marrën, veç fjallë, elhamdulillah. Nëse të ka dhonë Zotit pasuni, nuk është falenderit o Zot që më ka dhonë, elhamdulillah. Dush me dhonë, dush me ndimu, dush me investu, dush me përkra. Këtu është falenderimi prej se cilës që ta ka dhonë Zoti, Gjelle Shanuhu e Gjelle Gjelaluhu. Allahu i madhruar thot në Kuranin famadh, në kaptinën sebe, në ajetin me numër 13. I'malu ala Davud shukran. Punani, o familja e Davudit, punani me falenderim. Që puna, aktivizohu. Punani o familje e Davudit me falenderim. Wa qalilun min ibadi shakur. Pak pej robëve të Zotit Dhul Gjelal po janë falenderus në këtë formë. Pak prej robëve të Zotit po janë falenderus në këtë Zot. Kështu që falenderimin e ka bërë punë dhe nuk e ka bërë vetëm fjalë goje. Kjo është një këshill madhore për neve të gjithëve, për besimtarë dhe për besimtarët. E katërta me radhë, njëri nga ulemat e mëdhej të Islamit thëtë, kur jetojmë për vetën tonë, jeta na duket e shkurtër dhe e papërfillshme. Kur jetojmë vetëm për vetën tonë, jeta bëhet e shkurtër dhe e papërfillshme. Fillon kur arrim të kuptojmë dhe mbaron me përfundimin e jetës.
Ndërsa kur jetojmë për të tjerët, pra kur jetojmë për një kauz, kur jetojmë për një ide, kur jetojmë për një ideal për të arritur, atëherë jeta duket shumë e gjatë dhe shumë e thellë. Jeta duket shumë e gjatë dhe shumë e thellë. Ama kur jetojmë veç për veten, mos më na i pa hajrin kërkush neve, pa kur far kauze, pa kur far ideali, pa kur far idesh, besani që jeta bëhet shumë e shkurtër, e ngurt dhe e papërfillshme. Për këtë, Muhammed el-Ghazali, njani prej ulemave të mëdhej të Islamit, dhe zatën ulemat ne kemi pas të mëdhej dashurit e me, nga këta do ta marrmi diturin, nga ata të cilët vetëm din të diplojnë me fjalë, nga ata të cilët i kanë të momentit, jo, ata që janë të thellë të librit, të leximit, të shoqërimit me ulema që e kanë dert të ardhmën e umetit, nga këta dëmi me marrën diturin. Muhammed el-Ghazali thot, ka një moment të vështirë një jetë, cili është ku e kota arrin kulmin e fuqisë së saj dhe e vërteta nivelin më të ulët të saj. Shumë momenti vështirë është dashurit e mi. Besani që kemi fillu edhe na me në jetën tonë të përditshme këtë çështje. Shumë vështirë është kur e kota e arrin kulmin e fuqisë saj. E kota. Njerëzit pa kur far kredibiliteti e marrin respektin, e marrin kryet e vendit, e marrin udhëheqjen. Njerëzit pa fije kredibiliteti. Shumë vështirë është i mirë me ju bo ball këtyre njerëzve. Shumë vështirë është. Definitivisht. Sikur që edhe më vështirë është kur e vërteta e arrin nivelin më të ulët saj. Sot do burë me fol meqëm, me qeni argumentushëm, thujnë po ta lodh këtë trunin, me kallëzu vica, me kallëzu për u shkurit dhe të gjojt, pa që këve do të mungove, po zotën e lam, o dashurit e me, ky dini zotit, kjo tradite jona, ky vend ynë, nuk është për hajgaregji. Ky vend ka pas gjithmonë burra të idealeve, të ideve, të çështjeve madhore. Nuk guxojmë ja hupën nivelin kësaj shoqërisë tonë, po vetëm se shka do t'ja shtojmë nivelin kësaj shoqërisë tonë. Qëndresa në këto momente të vështira është pika e ndryshimit. Kush mundet me qëndru stoik në këto momente kur e kota e merr nivelin më të lartë të fuqisë dhe e vërteta e merr nivelin më të ulët të fuqisë, kush mundet me qëndru në këtë pikë me ju bo ball, është njeriu më i fortë. Sot në këtë kohën tonë, që ky nivel vetëm shka po rritet, na u dohen burra dhe gra, besimtar dhe besimtare, të formuar mirë shpirtërisht dhe intelektualisht për me i bo ball këtyre sfidave. Dhe na këtë djala po vajzë po dëshirojmë me eduku që me ju bo ball këtyre ngjarjeve dhe këtyre çështjeve. Të dashurit e me, e pesta me radh, Muhammed Asad, njani për ulemave të mëdhej të Islamit, thët, neve nuk na nevojitën reforma islame, si që mendojnë disa musliman, sepse aja është vetë i përkryer. Islami është i përkryer, nuk ka nevojë reform, ka nevojë metodologji, të predikimit, praktikimit, po reform nuk ka, se vetë është i përkrym, e përkryrja nuk ka nevojë do thot për reform. Kjo punë është si kur alfabeti,
36 krunja. Atja hekmi be një 2 se valloj shumë. Dyqysh pa i si kish a i kinez, nuk i kish që kaq, e na Shqepi kish mi ma shumë se aj. Apo kuptan? Atja hekmi një 2. Shka ja merr mendja? Shka bohët? Po bohët që regullim bohët. Kështu ashtë, kur është gjëja e përkryme, mja hek. Islami është i përkrym, nuk ka nevojë do thot për reform. Por, ajo që duhet të reformojmë, është qëndrimi ynë ndaj Islamit. Këta dojmë me reformu. Përtacia jonë, valla, këta përtacin tonë dojmë me reformu. Dojmë me dhejz pak. Mendjemalsia jonë, dojmë me largu mendjemalsien. Shkurt pamësia jonë, shumë afat shkurt na të momentit. Këtë fast food po dojmë i bo këta sene. Shkurtimisht, mangësi tona janë problemi, e jo disa mangësi të supozuara se janë në Islam. Jo. Edhe për këto çështje janë kompetent ulemaja, nuk janë analistat që i marrin ka 50 euro aty më na shordhu të dola për televizore të na kallëzu neve shka du të me hek për Islam. Pa rreni Mario, as në foshnjore të Islamit nuk jeni. Po kuptan? Ulemaja e kanë këtë punë. Për me fol, edhe për me dhonën do thot verdikt dhe qëndrim. Që ta realizojmë ringjalljen islame, nuk duhet kërkuar nga jashtë principe të reja, të sjelljeve tona, por duhet vetëm të zbatojmë ato të vjetrat, të harruarat dhe shpesh të keqkuptuar. Dhe një pjesë e fetarve ka pak ja ka nisën, jëve do të vjetra s'po bojnë, do të bime nuk po bojnë, do të tjene si janë kanë të mira, nuk kanë. O pashat madhe në zëtë dhul gjelal, qka kanë bo hoxalartë e tonë të vjetër, valla bilat Allah, ashtë islame. Sepse ata e kanë ditë islamin thelb. Ata kanë qenë të ledzushëm, ata janë kanë të thellë janë kanë. Disa të margarinit janë bo me një dil që t'ju bjen i shkrin të na kallëzu dhe thot verdikt edhe fetfa dhe çështje tjera. Për këtë duhet ta marrë me Islamin nga njerëzit do thot kompetent. Të dashurit e me, dashta me nda me juve këtë, sepse është shumë do thot e rëndësishme. E pesta po e gjashta me radhë, kur u pyet ish kryeministri i Indonezijës, dhe i thanë, si arrit bre ju këtë zhvillim, këtë përparim, këtë avancim? Si arrit ju këtë ekonomi, këtë administrat, këtë aspektin intelektual, këtë prodhime, këtë ndërtim gjigant, si arrit? A ishtë përgjigj. Thot, kur jena fal, jena lut, i na kthy ka kibla. Amo kur kena dash të ringjallje, avancim edhe zhvillim, jena kthy ka Japonia. Kur e kena pa ata që shpo zhvillohet, i kemi përvjel në krat, edhe kemi punu, kemi studiu, kemi ndërtu edhe kemi bo zhvillim. Na fetarët, amoni ju kuft, ka imi të kthybe pas Zotin e lo. Amoni ju kuft, kur të faleni, kur të lutni, ka kibla. Kur të punani, mos u ktheni ka musliman, bishti i dynjas kanë metën. Kthehuni nga vendet e zhvillume, nga vendet e përparume, nga vendet e avancume, merrni shembuj, merrni praktika, merrni ide, merrni mësime për zhvillimin e këtij vendi, të këtij ummeti, këtij populli. Nga këto. Sepse na bojmë me mfat. Kjo është Islami ynë. Kur të lutesh, ka qabja. Kur dësh me marë praktik, mësim, ideal, kur dësh me marrën punë, angazhim për zhvillim, kthehu dhe merr nga një vend i zhvillum, i emancipum, dhe një vend që është kredibil dhe që një mend na bën do thot me mfat jetës tonë dhe punës tonë. Të dashurit e mi, pika 7, Ali ibn Abi Talibi ka thonë, nëse dëshiran që mirësit të zgjasin, krejt na dëshiroj mirësia e mira, më na zgjat më burr.
më nësë gjatë, mos më qenë afat shkurte, mos i përmend ato para njerëzve, sepse jo çdo ndëgjues është edhe dashamirës. Nëse donë mirësia jote, aja puna jote, aja ideja jote, aja zhvillimi jote, ato perspektiva jote, vizioni jote, me qenë afat gjatë, mos i ndoj fort disa me njerëz, se jo të gjithë janë dashamirës. Jo të gjithë janë dashamirës. Në shembull thjesht, ky veç e ka bisedu me mua që jam të hapën një punëtori. Hala do thot pashku të shtëpia e ka nisi, ka qitë kujat aty. Trak. Ai se ka pos një jetë se ka posën. Kujdes pak. E mora një shembull thjesht. E mos flasmi do thot për sene tjera. Jo të gjithë njerëzit janë dashamirës. Ka pak do sene mi majtë në vetë-vetën tonë, planën tonë, tua, apo me njerëz shumë të kujdes shumë që t'japin do thot ide. E dyta thot, në këtë jetë nuk ka morry asgjë, Ali ibn Talibi, asgjë s'ka morrejt përveç 3 gjëra. Thot e para, në këtë jetë e kam urry afrimin, pas afërsisë së cilës fshihet ligësia. Nga ndë njerëzve jam afru, po kisha gabu, ata ishin konë shumë të legë mërë burë, se kishin pas meritu afërsien. Allah thot, kur e kom kuptu këta, i kom orrejt, pse jam afru me ata njerëz. E dyta, shokun, pas fjalive të cilit fshihet zilia. Kam pas shok mërë burë, i kam besu mërë, i kam do shtratin me ta, zyrën me ta, punën me ta, mirë po mastina zilije madhe. A di shfar zilije? Su kura i zjarë që i djegë edhe drunt, jo vesh të thatat, po edhe të njomat, që si zili. Da shaketse. Ma i kina besu mërë burë, shok. Edhe dojmë mi besu njerëzve. E ku më rejtë vëllë, thot. E treta, thot shoqërusin. Pas shoqërisë të cilit fshihet interesi. Unë e ka marrë për shoqërus. A i shkon full interes. Më ka shfrytzu dhe në pikën e fundit. Edhe në fund, unë ndam, ka thonë rrugët e tu në janë ndame. Allah e thot e ku më urrejt. Edhe është njerëzore me urrejt. Mos bëhet marak do të thot dikush, po fetarizmi mirë, fetarizmi im nuk është në rregull, imani nuk është në rregull. Jo marr imani është mi urrejt që të pasha Zotin e lum. Ha? Jo mi avdosh të keqen. Mirë po mi thonë, unë jam afru më afër teje, po që s'pas ke meritu më të afru, mo. Ha? Unë jam shoqëru, mo ti shombre, kokë që ka në interes gji madh. Më ke bo rëbre, më ke bo muhe, po ti pas ke pos shumë zilit, madhe më burë ndaj meje, unë e të kumë besu gjithë shka të thot kumë besuen. Shtu që edhe fetarizëm, ashtë dhe thot mi u rejtën këta. Dhe krejt në fond të dashurit e me. Një burë hyri të një dietar i madh i islamit, i cili ishte duke e lexu librin Sahihul Bukhariun. Ishte lexu ky libër, është krejt thanjet Muhammed Mustafas të vërteta. Edhe a i thët, burë që si burë për kemi edhe dë, këtu pari ka na, thët, subhanallah, njerëzit në perëndim, kanë arrit me shku në hanë, kurse ti halat e lexu librën e Buhariut këto. Dietari u përgjigj dhe i tha, çka po të çudi ty këto? Një krijes ka arritën te krijesa. Njeri ka arrit që ata që e ka kriju Zoti, hanën. Ndërsa ne duam të arrim të krijuesi. Por a e din kush është i vetmi i humbur mes nesh? Thot ja nuk e di. Thot ti e i humbun. Pse? Thot sepse ti nuk e arrit as me shku në han, as me lexu librën e Buhariut.
Kështu që mos u bani marak fort për disave që janë 33-sha, që din me bon, veç këll, me bon zhurëm. Jo dhe ata s'kan shku në hana se kanë lexuar asnjë libër. Veç Allah inshallah na ruan prej tyve, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli